Ndalimi I rreshjeve intensive të shiut në zonat të ulta dhe I të borës në zonat malore ka ndikuar drejt për drejt në përmirësimin gradual të situatës nga përmbytjet dhe në rikthimin e pjesshëm të normalitetit në disa qarqe të vendit. Sipas të dhënave zyrtare nga autoritetet vendore dhe strukturat e emergjencave civile, situata paraqitet më e stabilizuar nga veriu në jug, ndonse rreziku mbetet I pranishëm për shkak të tokave të ngopura me ujë dhe prurjeve ende të larta në disa lumej. Në qarkun e Shkodrës, një nga zonat më të prekura sipërfaqja e tokave të përmbytura ka psuar reduktim të ndjeshëm nga rreth 1200 hektar të raportuar ditën e diel. Mëngjesin e së hënës në ujë mbeten rreth 940 hektar, kryesisht në zonën e Obotit. Autoritetet bën me dije se disa banesa vijojnë të jenë të rrethuara nga uji, por pa përmbytje të brendshme, ndërkohë prurjet e lumejve, buna dhe drin janë në tendencë rënjeje, edhe pse gjatë fundjavës janë kryer shkarkime të kontrolluara nga hidrocentrali I Fierzës si masë parandaluese për menaxhimin e situatës. Situata mbetet e ndjeshme edhe në qarkun e Lezhës, veçanërisht në bashkinë e Kurbinit dhe fshatin e Adriatik. Autoritetet raportojnë rënje graduale të nivelit të ujit në banesa dhe në toka bujqësore, ndërsa ekipet e verifikimit janë angazhuar në terren për evidentimin e dëmeve dhe nevojave të banorëve të prekur. Procesi I vlerësimit pritet të zgjasë disa ditë për shkak të shtrirjes së përmbytjeve dhe vështirësisë së aksesit në disa zona. Në qarkun e Durrësit, problematika më të theksuar vijoi në zonën e Ishkënetës, Sukth, Kaktundi I Ri dhe Hamallaj. Prurjet e shtuara të lumit Erzen kanë shkaktuar përmbytje të përsëritura veçanërisht në Katundin e Ri, ku mbrëmjen e së dielës u bë I domosdoshëm evakuimi I 6 familjarëve, të cilët më herët kishin refuzuar zhvendosjen. Autoritetet lokale sqarojnë se situata në zonën e Ishkënetës dhe në Sukth është përmirësuar ndjeshëm me rënje të nivelit të ujit në banesa dhe toka bujqësore. Në jug të vendit, në qarqet Fier dhe Vlorë, prurjet e lumit Vjosa vlerësohen në kuauta normale dhe këtë periudhë me tendencë të qëndrueshme rënje. Ndryshe paraqitet situata në lumin Seman, I cili vijon të mbetet në kota të larta, duke mbajtur në gatishmëri strukturat vendore. Ndërkohë, lumi Shkumpin është tërhequr brenda shtratit të tij, pasi gjatë fundjavës përmbyti qindra hektar tokë bujqësore në zonën e Lushnjës. Si në Fier, ashtu edhe në Vlorë, grupet e verifikimit të dëmeve janë shpërndarë në terren, duke inspektuar banesa, objekte ndihmëse dhe sipërfaqet e mbjella, me qëllim evidentimin e pasojave ekonomike të përmbytjeve dhe planifikimin e ndihmës për familjet e prekura. Ndërkohë në zonat malore, problematika kryesore vijon të jetë kalueshmëria e akseve rrugore rurale. Në qarqet Elbasan, Dibër, Kukës, Korçë dhe Shkodër, disa fshatra mbeten të izoluara për shkak të rrëshqitjeve të dherrave dhe pranisë së borës. Akset nacionale raportohen të hapura, por autoritetet bëjnë thirrje për kujdes të shtuar në qarkullim. Për shkak të kushteve të motit, janë shfaqur gjithashtu probleme të herpashershme në furnizimin me energji elektrike, ndërsa ekipet teknike janë në terren për riparimin e defekteve.